Allahu thot në Kur'an, la in shakartum la zidannakum. Nëse ju më falenderojni mua, nëse ju jeni mirënjohës ndaj të mirave të mia, unë do t'ja ushtoj. E ne e falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që Allahu na gëzon me të mirat e tij. Prej të mirave më të shtrenjta është imani, është Islami. Prej pasurisë më e madhe është libri i Allahut subhanahu wa taala, Kur'ani. Sa Allahu subhanahu wa taala thot: "Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa." Taha, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ne nuk e kemi zbritur Kur'anin ti për të lodhur, ti për të munduar, por Kur'ani është me ta ngjall shpirtin, Kur'ani është me ta ndriçu rrugën, Kur'ani është me të shpëtuar prej gjërave të këqija, Kur'ani është me të largru prej gjërave të këqija, Kur'ani është me të udhëzuar në rrugën e drejtë, Kur'ani është me ta zgjoruar gjoksin. Kur'ani është mirësi, e prej mirësive të Allahut subhanahu wa taala që Allahu na ka ndëruar prej se kemi hapur xhamin, ja pra me radhjen hafizat e tret, tjerët janë në rrugë me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Hafizat inshallah do të na lexojnë disa pjesë prej Kur'anit, por me arrit në moshën 16-15 vjeçare Muhamedi Allah 16 si ka bë, Amari 16 nuk është lehtë. Se është projekt i madh, është projekt i gjatë, do në mund, do lodhje, do sakrificë, edhe këto kanë qef trynë kanter, kanë pas qef saglam, edhe këto kanë pas qef me nejnë ka 3-4 orë na për klubët ku luhet lojnat, 100% kanë pas qef edhe këto, por këto i kanë dhënë përparësi librit të Allahut subhanahu wa taala, janë mundu, janë dalë prej shoqërisë, e kanë lënë qefët anash, ndoshta xhumin e kanë lënë anash, sidomos fundi kur ishte Ramazan, i shifsha si bleta njëri tjetri, sa më shpejt ta krina, do thot projekt i madh. Për me kri kësaj projekte të mëdha, duhet të kesh 4 elemente. E para, qëllimi, niyeti. Ja vendos vetes tënde për sa ta aksosi hifzin. Për 8 muaj, për 10 muaj, për 12 muaj, për 24 muaj, për 5 vjet, për 3 vjet. Kjo është e para. E dyta është qëndrueshmëria. Me vazhdu, guxim me pas, vendosje që unë kam mesos. E treta, menaxhimi i kohës. Është me rëndësi shumë. Kur kam mësuar shkollë, te hoxha, te puna, babës më ndihmu, diçka te shtëpia, lodhje, provimin, notat, do thotë nuk o lehtë. E menaxhon kohën dhe e fundta është motivi. Ose për mësuesit, ose për prindve, ose për rrethanës. Mashallah, ti ke kapacitet, ti mundesh, ti mush me shtuar edhe një ajet, po ti ke aftësi, ti këshir sa i bukur je, ti risa di me shkrujt, ti risa di me lexu. Po vallah hoqë dërzova, ç'kja je i rënd. Përsërite, lexoje, para xhumit, mbas xhumit, mbas sabajt, mbas dreke, me shokin, 100 herë, 200 herë, do të e motivon. S'po shkon, jam në lodh, thuaj pusho pak, me një pushim, do thotë ka nevojë hafizat që e kanë këtë rrugtim, kanë nevojë për motiv. E këto i kanë pas këto 4 elemente dhe e kanë realizuar edhe këtë projekt, këtë punë të madhe. E lutë Allahu subhanahu wa taala që Kur'ani tash këto e kanë dëgju, e kanë lexu dhe e kanë supermenç. E tash do të fillojnë inshallah me kuptu, pastaj me ustolis me edukatën e Kur'anit, dhe thot, edhe pastaj me fillua dhe me punua me to, ashtu si thot Allah subhanahu wa taala, pa ashtu Allah është përbleft hafizin normal, pa mualimin është pak zor, si mos ta kesh një usta, qiraki, si mos ta ketë një usta o pak rand, është pak vështirë. Edhe kjo është lodhje, edhe kjo është mund, edhe kjo është sakrificë. Pse se tërditën trish me talebe, tërditën mundosh me talebe, nuk o lehtë o vëllezër. E tash. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر Në emër të Allahut mëshiruesit, Allahun e lartësuar e falenderojmë.
E falemderojmë për gjitha mirësi që na i ka dhënë, mas shumti që na ka bërë musliman, pjesëtar të kësaj feje madhështore. Salavat e selamet për shëndetit më të mira ja dërgojmë Muhamedit alayhis salatu wassalam, familjes, shokëve të tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve që ndjekin rrugën e tij deri ditën e Kiametit. Fillimisht, pas falënderimin ndaj Allahut, e falenderoj hoxhën tonë Dhulkanin Ramadanin që ma dha fjalën. Pastaj gjithashtu e lut Allahun e Madhërisëm që Allahu t'i jep shëndet, jetë, t'i ndihmon në këto projekte me hafizat e ri, që disa veç e kanë kry, disa janë rrugës. Kjo është një punë e madhe, do mund, do lodhje, do mbikëqyrje. Gjithashtu Allah e shpërbleft edhe muhafizin, Hafiz Orhan Tahirin, për mundin që e jep me fëmijët tonë, me hafizat e ri, që ditë e natë ja ngon Koranin, e merr shumë pi kohës vet, lodhje mund, duke i ndëgju. Gjithashtu ja u bëj për hajër hifzin familjarve të Hafiz Muhamedit edhe Hafiz Amarit, familjen Aliu dhe familjen Sulejmani. Për hajër kjo është një mirësi e madhe, mas pari për këto si hafiza, për familjarët edhe për neve si musliman, gjithë musliman. Kjo është një punë e madhe, një arritje e madhe, një gjë shumë e madhe për këtë dynja edhe për botën tjetër. Sikur që kanë thonë dietarët, kush e don dunjan, le të kapet për Kur'anin, kush e don ahiretin, prap le të kapet për Kur'anin, kush i don të dijat edhe dunjan edhe ahiretin, prap le të kapet për Kur'anin. Abdullah ibn Mesudi ka thonë, lexuesi i Kur'anit duhet që Kur'ani të vrehet në veprat e tij, në namazin e tij, në namazin e natës kur njerëzit flejnë, kur njerëzit qeshin ai të jetë serioz, edhe të veproje me Kur'an në çdo hap të tij. Ky është mbrojtës i Kur'anit, edhe ruajtës edhe hafiz i Kur'anit. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير الله